Atëre, jam sërish me ju dhe është momenti tani për të folur pak për dyshen e cila vazhdon të jetë në një televotim të hapur për finalistin e dytë. Jam duke folur për zgjedhjen e Rozanës që të vinte përballë Eglin dhe Laertin, të cilët gjithashtu kanë qenë një nga temat kryesore të këtyre 3 ditëve në lidhje me zgjedhjen dhe natyrisht në lidhje me ku qëndron njëri dhe ku qëndron tjetri përballë të qenit finalisti dytë. Shohim klipin dhe komentojmë së bashku. Në këto momente, je ti që duhet vendosësh kush do t'jetë finalisti i dytë i këtij edicioni. Emri i parë është emri i Eglit. Gjyqimet e Rozanës qëndrojnë tek Egli, prandaj ajo e tha dhe të parin, sepse do të qartësoj mendimin e saj në lidhje me pozicionin e Eglit shtëpisë, sepse ndoshta ja ka frikën, ndruhet nga Egli. I ishte i vetmi emri që i kishte ngelur nga ata që ka shpallur vetë si finalist, ata që mendon vetë si finalist. Zgjedhja e dytë, Laertin, më mirë se me çdo antar tjetër do ishte Laerti. Nuk ka bërë këto ndërhyrjet, protagonizmat shumë të dukshme. S'është e kollajt, dhe ai vogli do bëj çmos sepse ai është majmun, do dali para kamerave, votoni Eglin, votoni Queenin, bëni kështu, bëni ashtu. Finalistja e një zot mall e meriton. Ke pas super dinamik tronë këtu më o bab. Sa lutu deri këtu. Sa shkërravitja o këtu. Ta ne zblesuan, nuk vlerësuan ata që i çfoni pa lidhje. Ma pritur gjesti për t'u treguar i mirë nga publiku, i doli në dim Valbonës dhe i thriste mbështetësve të vet votoni për Valbonën. Nuk e dëgjuan mbështetësit sigurisht. Dhe pse beson që do e dëgjojnë tani për Eglin? Finalja po na pret, Laerti me ti vet. Bo, të dy bashkë, dhe njëri dhe tjetri. Unë Laertin e shoh finale. dhe unë e shoh. Finale për personazhin që ka. Pra emrin e ka kap gjithmonë. Mos harroni që të ballë Eglit, në bazë se cila ka gënjur aq shumë në të shtëpisë, aty s'ta merr mendja. Dhe unë mendoj që këto 2 ditë Egli Tago do lidhet me Xhestin. Do jetë një garë e vështirë për të dy. Ta themi trotë që s'ka bërë asgjë këtu. Ka pas vetëm atë momentin që shkoi kokë më kokë me Valbonën. Ai ka qenë i vetmi moment që ka pat dinamikën që pati. Erdhe këtu se s'do merre me atë. Doli boja. Po që merresh me atë. Egli erdhi për të vënë në vend buzëqeshjen dhe dinjitetin, vetëm atë s'po vënë në vend. Më të mirë nuk jeni. Më të mirë nuk jeni. Ato që kam thënë për të ditë ti kam thënë. Rigolerante asaj që ke thënë. Kjo është ajo përballja që do t'i heqi Laertit një gur nga këpuca. Ke vajt në shtëpi, ke marrë informacionin dhe erdhe këtu për të ngritur lojën e tij. Jo për lojën tënde. Dhe e ke thënë se po flinte gjuhë. Dhe di shumë mirë që gjesti uron Egli të mos fitojë, që të ketë inat dhe të vazhdojë debatin. Ja ke thënë fjalën ti këtu. Malsori bës. Ja ke fjalën. Të doli në klip. Ç'do duhet ty, mo, ç'do duhet ty, mo, ç'do duhet ty. E ke gabim. Kush është? Egli mua më përqafoi, më tha nuk do zihem me ty, thash mos kam se zihem unë me ty, nuk kam gjë. Sot erdhi më kujtoi çfarë ka thënë ditën e 65, sot jemi dita 106, u bën të 40 e asaj gënjeshtrës që tha. Dhe sot e ringjalli prap. Ke parë gjollat e këmbët, çfarë thua Egli? Thash prapë the këtë. Po normal tani të mungon do s'ke skenar. Ja kam thënë Laertit këto gjëra, edhe për këmbë të dhunuara që mi shikonte dhe eksitohej kur shikonte nxjerrjet e mia ja kam thënë. Është hipokrizia që bën ti këtu. Çoçe ripin të nxjerrjen në nominim Rizartën, që pranove të merrte Rizartën e nxjerrja kokë në mes të krevatit. Unë jam e shtata që i dhe shupis jam mazokiste. Më pëlqen të më keq trajtoj, të po bën. Po i duan troket lojën dhe ai të ka marrë në qaf. Të ka marrë në qaf. Kapaciteti i Laertit ky është në lojë. Laerti gjithkohës ka luajtur me duart e Rozanës, nuk ka luajtur vet. Asnjëherë ndihet i dyzuar për pozicionin e tij finale. Nëse fiton Laerti nuk ka meritokraci. Mes ne të dyve, jo. Më duhet të jem realiste me realitetin ku jetoj dhe mendoj që po, dinamikën e kam patur shumë herë më të fortë. Egli. Okej. Për sa i përket kësaj fushatës së Gjestit, unë që pas Prime-it, fill pas Prime-it, mbasi u hap televotimi mes meje dhe Laertit, pavarësisht një diskutimi që kisha bërë me Gjestin, pa dalë fare në televotim dhe pa e ditur që do dilja në televotim, i thash të lutem i dhe poshta të diskutimin që kemi bërë dhe përgjatë këtyre ditëve, përpiqu të më shëndrosh sa më larg dhe mos bëj fushata të këtij tipit sepse nuk i dua dhe nuk dua të bëj pjesë diçka që e kam dhënë vërtet për 3 muaj rresht, ta bëj pjesë për 3 ditë dhe të më interpretohet si diçka që po e bëj për hir të interesit prej televotimit. Kështu që për këtë pjesë jam shumë e qetë me ndërgjegjjen time, Gjesti është këtu prezente dhe mund ta konfirmoj vetë të gjë.
Përpos kësaj, gjithsesi edhe Laerti e paska patur fushatën e Rozanës paralele, edhe si kur të kishte qenë kështu, kështu që jemi tek e tek, 1-1. Përsa i përket debatit që ka nisur me Laertin, ka nisur sepse në momentin që dal jashtë, Laerti i thot një frazë, nuk dua të kthehem prapë tek ai diskutimi i fes, por i thot një frazë shumë të rëndë Gjestit dhe i thot je kamikaz. Dhe kjo do me thënë thjesht më ersoj totalisht, se nuk mund t'i thuash një djali të ri je kamikaz, se ka përmendur, se ka thënë, po, Allahu Ekber nuk e thonë vetëm kamikazët dhe mos e... Pikërisht, pra, për shkak, të lutem, jo, po them si nisi... Ledion, të lutem, a ka mundësi ta mbaroj gjën time dhe mos lërin? Po të dëgjoj. Faleminderit. Atëre, i tha kamikaz sepse tha Allahu Ekber. Kjo ishte ajo që mua më nxiti të filloja dhe të debatoja dhe të thoja pusho se nuk jeni më të mirë me këto që nxirrni nga goja. Dhe filluan duke mu parashtruar ofeza tipit ti ke pranuar që je mazokiste. Unë nuk jam mazokiste. Thjesht unë, një njeriu që mendon që unë jam mazokiste, nuk kam ndërmend ta ul përballë dhe ta bind me argumenta se pse unë nuk jam. Unë i them, mendon që jam? Po, atëherë jam mazokiste. Nëse kjo gjë mua më merret seriozisht, atëherë është çështja e këtyre. Po mendoj që asnjë nuk e merr seriozisht, thjesht ta keq interpretojnë për lojën. Përsa i përket atyre shenjave e gjërave, patjetër që në momentin që Laerti më kthehet, edhe unë do kthehem dhe doja rikujtoj Laertit të gjithë të metat e veta, në momentin që Laerti përpiqet që këtu t'i kujtoj njerëzve vetëm të meta, dhe këtë po e bënte në rastin konkret me Gjestin. Dhe jo për shkak të ndjenjave, por për shkak se Gjesti është banor në këtë shtëpi, siç mund të reagoja për secilin njeri tjetër që mund të ndodhi në atë situatë. Kjo ishte e gjithë revolta që po ndodhte atë ditë midis meje dhe Laertit. Laert? Po, atëre, përsa i përket temës kaluar që u diskutua me Gjestin, janë sqaruar gjërat. Çështja me Eglin është sepse i thash të lutem mos ndërhy dhe mos i bë avokatin. Nuk i bëja fare avokatin. I thash të lutem mos ndërhy dhe mos i bë avokati Gjestit, lëre të flas vetë dhe mos ndërhy ç'të duhet ty që futesh në këtë debat me mua dhe Gjestin. Mundem? Jo. Sepse vetë ti u futet në debat me Gjestin ku Gjesti po debatonte me Egli, të lutem. Egli, nuk mundesh o Egli. Nuk mundesh. Më fal. Atëre, dhe i kam kujtuar disa herë Eglit, siç e pat dhe nga klipi, unë nuk kam pas përplasje me Egli në shtëpi përveç se një rasti që ishte sulmi organizuar, që si ka është diskutuar, ka mbaruar. Ke qenë. Dhe, okej, dakord, edhe si duash, ke mendimin tënd. Edhe i kam thënë gjatë gjithë kohës që kujdes, shiko veten, sepse edhe në lojën strategji apo dashuri, kalova nga krahu i strategjisë dhe i thash Eglit e bëj për të djalin sepse ka strategji. Dhe marrëdhënia është shumë e qartë. Kur Egli dole nga shtëpia, Gjesti nuk ishte asnjë lojë këtu. Dhe i thash, ti ke thënë këtu kur erdhe, i ke thënë këtij djalit që unë s'kam më punë me ty, më lër të qetë. Dua të rikthej buzëqeshjen time, vendos dinjitetin tim në vend. Ndërkohë që të shoh gjatë gjithë kohës që jem me të dhe do të marri në qafë. Do të marri në qafë, do të prishi lojën tënde, do të manipuloj gjithë lojën tënde. Ashtu, jo, ta mbaroj dhe pastaj përgjigju. Të lutem. Këtë po i thoja kur i është sulur shtëpis, ka thënë një banori, nuk dua t'i përmend emrin, ç'të duhet ty që unë po heq keq. Më pëlqen të jem mazokiste. Jo, më ka quajtur mazokiste. Po mirë, okej, dhe ke thënë më pëlqen të jem. Na ke quajtur, jo, dua të jem. Mos gënje. Mund të thej produksioni klipin, mos gënje. O, Egli, mos gënje, të lutem. O, Egli, mos gënje. Pastaj i e kthyer shtëpis, keni thënë të gjithë këta hienat. Kur ka ardhur njeriu yt i afërt, mos dëgjoj këta hienat këtu. Denigrimi nuk është këshillim, faleminderit. Dhe nuk ka qenë pjesë e denigrimit. Nëse nuk do kishte, pra, nuk ka meritokraci nëse nuk del ajo fitimtare nga ky televotim dhe që dinamikat e tua në krahasim me të sajat janë të munguara. Në këtë fazë që jemi Ledion. Sa son ti bën zhurmosin? Po jo, ti po e bën zhurmusin, o ti, Gerta. O, Gerta. Gerta. Dakord. Kështu që nuk më pëlqen fare ato fjalë që thua. Gerta, jemi duke folur me Laertin dhe Eglin. Vazhdon antifushata. Po, e di Ledion. Po, e di që pikërisht se e di kur flas gjithmonë ata flasin. Jo, ata nuk flasin. Unë nuk dua ta respektoj Laertin kur flet. Sepse asaj s'më respekton asnjëherë kur flas në Prime.
është shumë e qartë Ledion. Ta provoj dhe Laerti se çdo thot, kur dikush e ka ndërprer lidhjen Ledioni kur folet ti mbi mua për jerin tënd. Kuptova, po. Po ta kuptosh ndjesinë se çdo thot kur do të mbrosh veten dhe kur flet në prime, Laert, dakor? Siç e ke bërë në mënyrë sistematike. Ndërhyrjen time s'është me ty debati. Edhe kur ishte po ti do të hysh në këtë debat që ka me Eglin. Sërish hyre. Sërish ndërhyve gjithkohës. Prandaj s'ke tematikë tënde në shtëpi. Do më lësh të sqaroj me Eglin. Se kështu më futet midis Lorit dhe Josit. Të dukem keq. E them që e bëra enkas që mos ndihesh mirë. E bëra enkas. Ta kuptoj se do gjërat me qëllim. Pra Gerta, ti thua ne jemi në transmetim. Po Ledion, e di që është gabim. Po jam njëri më respektueshëm këtu kur. Po nuk je, o Gerta, nuk je. Si mundesh të jesh e respektueshme këtu? Un jam këtu, jam me ju. Bashk me ju është i gjithë publiku që po ju sheh dhe ti futesh dhe thua un jam respektueshme. Po dua ta hakmerem ndaj Laertit, se Laerti s'mlë me fol. Domethënë unë nuk e kuptoj. Po nuk e kupton sot. Asnjë nuk më lë Ledion të flas. Edhe sot kush nuk të lë të flasë, po unë jam këtu. O Gerta, unë jam këtu. Në momentin që e di që Laerti është duke ndërprer ty, i kam thënë Laertit, pusho, dua të dëgjoj. Tani Gerta, mirë, okay, e lëm siç do ti. Okej, e para dhe e fundit herë. Po e bëra thjesht për ta kuptuar se do të thonë. Laerti, lutem mbaroj. Kur është kanë qenë dy raste. I pari ishte i Gerdës e diskutuan pak më përpara, thot më keni vënë fjalë në gojë, s'është e vërtet, është dhe Danila dhe Jozi mund ta vërtetojnë që ka thënë. Jo, të lutem, më përgjigj pyetjes. Kur Egli tha për në qoftë se ka meritokraci, duhet ta fitoj unë, sepse Laerti s'ka pas asnjë dinamikë. Eksakt, këtë të pyeta, po. Këtë të pyeta, si e gjykon këtë, si e gjykon këtë? Atëre, në këtë fazë të lojës ku ne jemi, të garës ku ne jemi, thelbi së vërtetës në shtëpi duket që është në mjegullnaj. Shumë nga garuesit, lojtarët, si të duash queni, thonë gjëra për fushat ndaj vetes, ose për antifushat ndaj kundërshtarit që kanë në rastin konkret, vetëm e vetëm që të ulin dinamikën e ti, pra të ulin ecurin, të ulin garën e ti. Nuk është e vërtet, as vet Egli nuk e beson këtë, sepse Egli në tavolinën që ullëm tek Stormi pas prajmit të së shtunës, më tha, në fund të fundit o Laert tha, edhe në qoftë se u dham dorën njëri tjetrit, po edhe në qoftë se nuk dalë, tha, të pak në kam qenë përballë Laert Vasilit. 2 ditë më vonë, thot Laertis, po e ke thënë në tavolinë, unë po gënjej? Po gënjen, absolutisht po gënjen. Kam thënë jam e lumtur, jam sa e mërzitur, aq edhe e lumtur që të paktën jam përballë teje dhe jemi të dy të njëjtit profesion. Po kash, nuk kam thënë unë, edhe posdola, mjafton që jam përballë Laert Vasilit. Je lumtur. Të lutem, kam thënë vlerësoj personin me cilin jam përballë. Nëse je lumtur, nga çfarë na gjenden këtu? Egli me fjalët e xhestit. Kjo është Egli. Ajo që ka thënë atë është Egli. Egli deklaron që është e lumtur. Dhe manipulimi i xhestit është edhe gjë që vjen nga Danja. Pra Egli, më fal. Sa po the, jo, çdo të përgjigje, unë po të kthej përgjigje, po i kthej përgjigje Ledionit. Do të kthej përgjigje patjetër. Po i kthej përgjigje Ledionit dhe më do më lësh të flas, të lutem. Pra Egli deklaron që është e lumtur, që është përballë meje. Dhe 2 ditë më vonë... E vlerësoj. Hajde e vlerësuar. E vlerësoj, se ke bërë më pak bëma se që kam për sa tjerë. Dhe 2 ditë më vonë, thotë që Laerti ka pas vetëm një përballje këtu në shtëpi. Atëre, po i kujtoj Eglit një kronologji në që se më lejoni me kohën televizive. Jo përballje, ka thënë nuk ka pasur dinamika, përballje është një gjë... Pra, ka pas vetëm një dinamik Laerti. Kam shumë e qartë në atë që kam thënë. Në qoftë se unë kam pasur vetëm atë dinamik, po i rikujtoj, duke i dhënë përgjigje Jozit, kur më pyeti, që ti mendon se publiku do ta fali, i thash, përderisa publiku mua, më dha vot besimin, për të kaluar atë test, që për mua që barë shumë e rëndë, sfidën 8-8, mendoj që do më japi sërish vot besimin. Kaq. Okej, dakor, dua të di pak mendimin... Nëse ka meritokraci, do fitoj unë. A mundem Laert? Meritokraci... A mundem Ledion? E barova dhe i fjali, meritokraci e sjarova, ka të bëj kur emërohesh në një post zyrtar. Kur jepen votat e publikut, i thash Vox Populi, Vox Dei, pra zëri populli është zëri Zotit. Në qoftë se publiku voton, atëre respektohet publiku dhe është meritokracia më e madhe në botë. Nëse është puna për të folur për fushat, për të ngritur lojën tënde dhe për të ulur lojën e tjetrit, të njëjtën gjë bëre dhe në solidaritet të lutem, sepse Elisa, a mundem? Sepse në pyetjen e parë që tu bë,
fjalia e parë që nise ishte, unë meritoj të shkoj para saj sepse nuk kam dalë nga kjo shtëpi. Edhe ti fillove duke përmendur gjëra për të ngritur veten dhe për të ulur rëndin time. Po pra, po këtu kanë fituar njerëz që kanë dalë nga kjo shtëpi. Kështu që të lutem. Po jo pra jo, ti ke të drejtë ta thuash, po mos bëj. Po pra, s'bëra mëkat. Të lutem mos bëj. O, jo, dhe më lër, pse sa flas më vlla futen e gjithë. Sepse edhe ti bëre të njëjtën gjë. Ato që ti po e akuzon tani dhe po e quan si diçka jo të ishte për të bërë, dhe ti gjatë fushatës sënde këtë bëre. Çfarë bëra? Këtë bëre, pra po numëroje gjëra që i shikon si minus e tek tjetri për të shtuar si plus e tek vetja ime. Okej, Egli, ti kthehemi përgjigje që të mos merremi me një përgjigje fjalë për fjalë për atë që tha Laerti, sepse në fund të ditës Laerti thotë të tijën, ti thua tënden, publiku ka parë 24 orë, 24 çfarë ka ndodhur dhe natyrisht do marri vendimin nisur nga gjithçka. Ajo që dua të pyes është pse mendon ti që ke patur më shumë dinamika se sa Laerti? Kështu e kam ndjerë këtu brenda, Ledion. E bazon diku këtë gjën apo? E bazoj në ngjarjet këtu brenda. E bazoj në narrativën këtu brenda, që nga dita A deri në ditën ku ndodhemi sot. Me këtë sy e shoh, kështu e ndjej unë, kështu e nuk e kam lënë lojën për t'ikur. Kur ti thuaj që se s'ke qenë asnjëherë në kushtet e mia, prandaj flas për dinamikën. Kur ti thuaj që nuk ka meritokraci në momentin që nuk e kam unë vendin e finalistës së dytë, çfarë ke parasysh? Atëherë kam parasysh që unë këtu jam vetë sakrifikuar për hir të dashurisë, kurse Laerti vajzat që i tha të dua e nxori në një nominim kokë më kokë dhe nuk i di. Pranova të dilja vet. Pranova sfidën e vllajt të madh dhe vura veten. Dhe për shkak Jeni në sinqert që të për t'i mbështetur lojën njeriut që të nxori nga kjo shtëpi. Në gjendje të rënduar. Jam besnike, gjë që nuk e keni koncept. Edhe pse të keq trajton. Edhe pse të keq trajton, je besnike. Po nuk je shembull pastaj. Mund të jesh besnike nga njeriu që të keq trajton. Jemi se ju se dini se çfarë është apo gjë. Ju interesi ju ajo. Je kthyer për të ngritur lojën gjesti. Jo për veten tënde. Nuk isha po nuk është besnikëri kjo. Kjo nuk është besnikëri. Nuk është besnikëri. Kjo është thjesht të vish sërish dhe të dashurohesh me dhunuesin tënd. Është sindromi i Stockholmit. Atëherë, nëse do kishte qenë çështje interesi, nuk do kisha ardhur më fare kur këtu brenda. E di, po buzëqeshja nuk po ja kthen vetes. Për qëllimin që ke ardhur, natën e mirë. Qofshi me shëndet. Gjithashtu. Faleminderit. Neda. Unë mendoj që Egli ka një sfidë të vështirë, sepse Egli është nuk përballet për mendimin tim në këtë televotim kundër Laertit, por është përballë 3 personave, përballë Valbonës, Rozanës edhe Gertës. Puna e këtyre 3 grave, dhe ne e dim shumë mirë që bashkimi i grave bën fuqi shumë të madhe, ka prodhuar atë që është Laerti sot dhe ka ardhur deri këtu. Unë mendoj që Egli ka për secili nga banor të mbetur në atë shtëpi ka një dinamik caktuar. Me të gjithë. Kushdo që është aty në shtëpi ka patur një dinamik shumë të rëndësishme me Eglin. Dhe ndaj, për këtë gjë e kuptoj dhe besoj ka shumë të drejtë kur e thotë që kam patur më shumë dinamika se Laerti. Ndërsa përsa i përket pastaj Laertit, unë e thash mendimin tim që parë, më kujtohet Laert herë në shkuar the një shprehje shumë bukur që e ka qyteti mrekullueshëm i Shkodrës, mos typ vet janë qef. Mendoj që të ka ndodh pak edhe ty, edhe po e tregon një çik ditë. Kur moneda? Më jep një shembull. Kështu gjithkohë që bën dirigjentin. Ti japësh një shembull Neda? Jo, s'ka gjë madha Gerta. Nuk e flasim Ledion, kur typa vet janë qef, njeriu ka tendencën të kalojë në delir. Dhe kur kalon në delir bën gabime shumë të rënda. Dhe me këtë besoj është shumë e kuptueshme. Të kërkojnë ndjes Neda. S'ka problem. Ledion, unë mendoj që të dy banorët kanë meritat e veta, ashtu siç kanë edhe gabimet e veta. Për hir të vërtetës janë të dy banorë që marrëdhënien në këtë program e kanë pasur jo të ngjashme. Egli ka pasur një histori të fortë, e cila i ka pasuar shumë dinamika, por ama ka qenë një histori kryesore, e cila ka pasuar shumë dinamika brenda shtëpisë. Dhe ka ditur ta mbaj veten të fortë ndaj asaj gjës që vetëm ajo e besonte. Ndërkohë, nga krahu tjetër, Laerti, unë besoj se ka qenë strategji e tij që në këtë Big Brother, ashtu siç është thelbësore dinamika, është dhe
durimi një nga elementet kryesorë. Dhe mendoj që është pikërisht ky dhe nuk është e rastishme fakti që nga i gjithë programi ka dalë vetëm 2 herë në nomindim dhe jo prej banorëve, po ka qenë një strategji brenda lojës që ka krijuar një marrëdhënie me të gjithë ata aty, e ka marrë mirë me gjithë, saqë ata të mos shkojnë tek nominimi. Besoj se televotimi do të jetë shumë i fortë dhe ndaj të dyve dhe kushdo që të shkojë prej tyre, besoj se do të ketë meritat e veta. Faleminderit. Besoj për arsye të ndryshme. Dakor, mbyllim lidhjen me shtëpinë, do të kthehemi tek ju pas pak. E ndërkohë do doja t'ju rikujtoja edhe një herë që giveaway është shumë afër shpalljes së fituesit, por keni akoma kohë për të qenë pjesë në profilin zyrtar të Big Brother, aty ku do të dhurohet apartamenti fantastik dhe 2 makina. Mos harroni, nëse algoritmi ju përzgjedh fitues dhe ju nuk i keni bërë follow të gjitha faqet e profilit zyrtar të Big Brother që ndjek Big Brotheri, pra do të skualifikoni, kështu që sigurohuni që keni bërë follow të gjitha faqet. Fitoni apartamentin By Long Hill Residence, një apartament i shkëlqyer afër një pylli të mrekullueshëm, dhe po ashtu një Jaguar F-Pace nga Autobasha, si edhe një Audi A4 nga Autos së Korea. Shkoni menjëherë në këto momente nëse nuk e keni bërë në Instagramin zyrtar të Big Brother. Ne do të kthehemi pas pak për një surprizë të bukur për një prej banorëve dhe gjithashtu për një ballafaqim që nuk e presin jo vetëm aty brenda, por jam i bindur edhe juve jashtë. Qëndroni me ne.